Dom John Gazulli vinte nga një familje me zë dhe e njohur që në mesjet. Ai lindi në Dajç të Zadrimës në 26 mars 1893, nga prindër të varfër por të ndershëm. Falni më nërësë. Tash pra, me që nga bekoj Zotë me këtë djallë, kam pas dëshirin me të rëshëgu emnin tem. Gjën këni përdi thirë për emrin, Gjën Gazulli. Shkollën fillore e përfundoi në Dajç. Më pas, në 1905, hyni në seminarin papnor në Shqipni, ku ndoqi gjimnazin dhe vitin e parë filozofisë. Këtu u dallua për sjellje, studim e përmirësinë që përcillte. Jeta e tij ishte e mbushur me peripeci prej shëndetit të paqëndrueshëm. Por vështirësi gjatë ecjes së formimit tek dhëndën karakterin e tij dhe ja vun në provë thirrjen e cila megjithatë mbeti e patundur. Me të mbërritur në Dioqez, pas rrugtimeve të tij të shumta për formimin meshtarak, pas pak kohë përgatitje nga imzot Gjergj Shkoleci, u shugurua meshtar me 4 gusht 1919. Një ditë më pas, në kishën e vendit të tij kremtoi meshën e tij të parë solemne, në ngazëllimin e të gjithë besimtarëve. Po kaloja këtej dhe pash gjithë të njerëz, po shoh e pas keni përgatitë dhe kishën. Isha kurioze, pse janë gjithë të njerëz, edhe pse sot është e martë. Po sot kremton meshën e tij të parë, Dom Gjoni. Të dashtun, vllazën e motra, të veni teme të festeve. Jam I lumtur që sot kremtoj meshën teme të parë në vendin ku linda, e me njerëzit me cilët u rrita e nikun formimin e në ecjen teme në fe. Kam zgjallë për ju në gjithin si pas Luks, një pjesë shumë e bukur, e cila thot: Shpirti I Zotit është mbi mu, sepse ai më shuguroi. Ai më dërgoi të kumtoj vobekëve Ungjillin, të shpallë robërve çlirimin, të verbërve dritën e syve,
Tilshojnë lirit ndrydhurit, e të shpall vitin e hirit Zotit. Dashtën besimtar, ku ju bekoj? Në emër Tatit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Shkoni në paqë. Jeta e tij nuk ishte e lehtë. Ai u caktua të ushtronte shërbesën e famulitarit në Xhader, më pas në Çelës të Pukës dhe në Koman. Atje, bashkë me vllajën Dom Nikollën, me shumë pasion shërbyen, duke marrë vlerësimin dhe besimin e popullit dhe të i peshqit. Ti di ti fitor zemrat e popullit. Prandaj të duan kaq shumë. Nuk kursesh në atë që është e nevojshme për të mirë. Nuk joshesh as nga favoret e as nga parat. Po je gjithmonë i dashur. Po i vrash me vete. E sidomos i dashur me ty. Faleminderit vëlla. Dije se na pret një punë e madhe. Se në stadion në ato zona nuk ka shkolla. Kras punë zbaritore ka për ta udhësh në marrë dhe marsimimin e aty në njerëzve. Fatkeqësisht, qeveria i trajton si shqiptar dorë zyt. Edhe jam i bindur se vetëm për shkak vënëlljes tyre gjeografike. Ecim vëlla, se kena do punë me vëlla. Po mirë se të pruni Zotit, Dom Gjon. Mirësi u gjeta, e Zoti ju bekov. Uluni. Ta dim për nerë që erdhen këto anë, në këto kohë vështira e turbulta. Se kjo qeveri po na shtyp e po na e merr frymën, e popullsia po armatoset, e po përflitet edhe për një kryengritje që jam i bindur që do të derdhin gjak vllaznor. Zoti na ndihmoft. E di që regjimi i mretit Zog është i urrym nga i gjithë populli. Sepse duket qartë se është një band shfrytëzuesish ndan popullit. Edhe gjitha parët shkojnë nëpër xhepat privatëve. Por vllazë, ne duhet ta përballojmë këtë jo me luftë, por me mençuri e me besim. Bashkënjashtu është Dom. Lëm goja e Zotit rujt. Nuk mund në besoni sa rëmuj ka në këto zona, ku tashma gjithë janë traumatosën. Zoti mos lejoft ndodh diçka më e keqe. Këtu po vërten e masakrohen njëri me tjetrin. Nëse nuk përdoren mjete shtrënguese, i gjithë vendi do nizet. Duhet dërgohen personat e duhur e të vendosur, cilët të mos korruptohen as nga paret, as nga miqësitë, as nga nderet. Personat ndershëm e jo mashtrues. Se përndryshe, qeveria sotme me pusht që na ka dhënë, na zgjeson gjithëve. Shkëlqësi,
Na ndihmoni, mos na harroni. I peshkëve tim Zot Lazar Mjeta, përvojtnisht Dom John Gazulli. Në fund, gjendja u bë e padurueshme, me një qeveri që nuk mund të quhej më e ndershme dhe moralshme. Dom John Gazulli u arrestua një muaj pas kryengritjes, me 28 dhjetor 1926. Po jo kush jeni? Me urdhër të lartëmadhërisë së tij je i arrestuar për organizimin e kryengritjes dhe qendrimin e mojtur ndër njerëz, se kjo qeveri është e padej dhe imorale. Arrestoni! Ajo nënshtrua çdo lloj përulje dhe torture për ditë të gjata dhe të pafundme. Gjë që e pastrua në brendësi, duke e çliruar nga çdo zemrim dhe mllef i mundshëm, dhe e përgatitën të shkonte drejt Zotit në qetësi dhe tritëri. Me datën 4 mars, erdhi papritur nga Tirana një oficer që sillte urdhrin që të zbatohej vendimi për Dom John Gazulli. Qau! Me urdhër të qeverisë lartëmarrëdhërisë së tij, je e dënuar me vdekje. Merreni. Dua të them diçka. Fol. Jam i pa fajshëm nga akuzat e bëme. Nuk kam asnjë faj që kam bën veprim të dhellë. E megjithatë, simas shembullit të Jezusit, i cili ka vdekur në kryq për faljen e mëkateve e shpëtimin e njerëzve, pranoj të vdes pa faj, edhe t'i fali gjithë. Merreni. U nis të shkonte drejt Trekëndshit, i shoqëruar nga meshtarë dhe ushtarë. Gjatë gjithë rrugës, Dom John Gazulli ecën me hap të sigurt dhe seriozitetin e duhur. I gjithi i përqendruar tek hyj dhe duke lutur me zë të lehtë rruzaren. Kur hipi në pot, i ju drejtua turmes me zë të lartë dhe tingëllues, thirrri. Rroft Krishti mbret, rroft besimi katolik, rroft Shqipnia, shqiptar të vërtet.